Një punëtor vdiq të mërkurën pasi ra nga lartësia e një objekti në Prizren. Rastin e konfirmoi policia e Kosovës. Është raportuar se viktima mashkull kosovar derisa ishte duke punuar në një objekt, është lënduar dhe si pasojë e lëndimeve të rënda ka ndërruar jetën e ÇKUK. Lidhur me rastin ka reaguar edhe Inspektorati Qendror i Punës. Sipas tij, është konstatuar se kompania që po ndërtonte objektin kishte qenë më herët objekti i inspektimeve, për çka i ishin ndalur përkohësisht punimet dhe ishte gjobitur për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. Pavarësisht këtij vendimi ligjor, subjekti nuk e kishte respektuar ndalimin dhe kishte vazhduar punimet në kundërshtim me urdhrin e inspektoratit, për çka i ishte shqiptuar edhe një gjob tjetër. I dyshuari NB, pronari kompanisë ndërtimore, pas intervistimit me vendim të prokurorit, është ndaluar për 48 orë. Si i dyshuar për veprën penale, asgjësimi, dëmtimi apo heqja e pajisjeve dhe rrezikimi në vendin e punës. Shënjestër.net